Këtu është horoskopi i martë 2 dhjetor 2025. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Ditë intuitive, interesante. Promovime në fush, por ki kujdes që të mos harrosh dashurinë. Demi. Situatë e shkëlqyeshme për çështje praktike. Forma në rikuperim. Binjaket. Janë ngritur shqetësime për personin që e doni. Do të përfshiheni në një çështje shtëpie ose një mosmarrëveshje parash. Gaforja. Ka mundësi që të dalin më shumë para, ka pasur shpenzime, por nuk përjashtohet që sot dhe nesër të vinë lajme të mira. Koncesione ose marrëveshje të mundshme. Luani. Nëse ju pëlqen dikush, bëni një takim sepse do të jeni të suksesshëm. Është koha e forcës për punë, sfidat mund të tejkalohen së shpejti. Virgjeresha. Dita e tensionit, më shumë fat në situata që lidhen me biznesin dhe paratë. Më mirë në pak, por të mira, ndihet pak lodhje. Peshorja. Nëse keni ndërmend të flisni dhe të sqaroni diçka të gabuar me dashurinë tuaj, sot është një ditë e mirë për ta bërë atë. Koha e mirë për të rinjtë që kërkojnë një punë, për ata që kërkojnë pika të reja të shitjes. Akrepi. Gjendje kontradiktore, por jo domosdoshmërisht negative. Është e rëndësishme të mos rrezikoni trupin tuaj për shkak të shumë përpjekjeve. Shigjetari. Ju mund të gjeni forcë të madhe dhe dëshirë për të qenë mes të tjerëve. Nëse ka pasur tensione dhe armiqësi në të kaluarën, tani është e mundur të bësh paqe. Bricjapi. Nëse keni pasur momente të vështira, kontraste me përvojë, tani mund të jeni më paqësor, duhet të flakni tensionet dhe problemet e vjetra. Mos mendoni për të kaluarën, ata që kanë provuar një ndarje do të jenë të gatshëm të fillojnë përsëri. Ujori. Duhet të jeni më të kujdesshëm me shpenzimet tuaja. Mos u largoni mënjan në një mënyrë të trishtuar. Peshqit. Dashuria kërkon disponueshmëri, por mos i fajsoni të tjerët nëse diçka nuk është në rregull. Kini kujdes të mos e teproni sot. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.